Me ndeshjen mes reprezentacionit të Turqisë dhe atij të Shqipërisë sot në sheshin Iliria në Tetov, filloi kampionati ballkanik i volejbollit në rër për kategoritë nën 22 vjeç, ku marrin pjesë ekipe nga 6 vende të rajonit si Shqipëria, Kosova, Rumunia, Moldavia, Turqia dhe vendi Nikoqir, Maqedonia e Veriut. Shqipëria në këtë kampionat prezantohet me ekipe të reja si në kategorinë e djemve, ashtu edhe në atë të vajzave, që pritet të jenë ardhmja e vendit. Këtë për televizionin Koha e deklaroi trajneri i reprezentacionit Emilian Xhebrahimi pas ndeshjes ku pësuan disfat kundër Turqisë. Humbëm kundër një ekipi që është shumë lartë se neve. Normalisht neve i kemi të dy grup moshat, i kemi shumë të rinj, po mendojmë për perspektivën, për të vazhduar më tej. E kemi nisur me këto, për këto është hera parë që përfaqëson Shqipërinë dhe janë të gjithë nën 20 vjeç. Këtu është under 22, këtu janë të katër, përveç njërit që është pak më i madh, tre të tjerët janë nën 20 vjeç. Ne mendojmë, duam të nisim një projekt me këtë grup mosh. Në Shqipëri kemi edhe dy grup mosha të tjera që do mundohemi të vazhdojmë këtë punë, edhe prandaj rezultati ishte ja tillë. Sa i përket pritjes dhe përkrahjes nga tetovarët, trajneri Xhebrahimi tha se ishte mjaft i kënaqur. Normalisht kjo ishte kënaqësia më e madhe që vim këtu. Si shqiptarit që jemi gjithë mblidhemi gjithë bashkë, edhe ta përfaqësojmë denjësisht, duke parë që ne thashë më parë kemi grup moshën shumë të vogël, krahasim me ekipet e tjera. Volejbolistja shqiptare Sonja Sulejmani tha se është e mahnitur nga mikpritja në qytetin e Tetovës, ndërsa sa i përket garave tha se do të mundohen të paraqiten denjësisht. Jemi pritur shumë mirë, sidomos nga që dhe gjuha flitet shqipe dhe këtu dhe jemi ndjerë tamam si në shtëpinë tonë dhe neve nuk kemi ardhur me një synim të caktuar për të dalë në një vend të caktuar, por sigurisht presim që të përfaqësohemi denjësisht si çupat si çunat dhe pse jo të fitojmë ndeshjet. Në ndeshjet e sotme të zhvilluara paradite u shënuan këto rezultate: Turqi Shqipëri 2-0, Moldavi Rumuni 0-2, Moldavi Maqedonia e Veriut 2-0 dhe Turqi Kosovë 2-0.